Në këtë episod të Fantastic Albania isha në Berat. Më sakt, isha dhe në Roshnik. Aty banorët më mirëpritën në mënyrë të mrekullueshme, më dhanë ushqime, bisedova me ta, gjithashtu kullota dhe delet. Por, gjëja më e veçantë që bëra në këtë episod ishte të hollja petët e lakërorit. Por nuk mbaron me kaq, sepse në qendrën e Beratit shpërndava shumë pozitivitet dhe dashuri në këtë ditë kaq të bukur Krishtlindjesh. E mirë kaq, nuk po ju them më shumë, ndiqeni vetë. Të bukur, mirë se vini në Berat, në qytetin e 1/1 dritareve. Kujdes mos e ngatroni, nuk është 1001, por është 1/1 dritareve, ku çdo dritare duket sikur shikon, dëgjon dhe ruan histori. Poshtë tyre rrjedh lumi Osumi, i cili buron nga mali Ostrovicës furishëm, por këtu në Berat duket se lundron i qetë. Ndoshta ju do thoni që ky lume ndan qytetin në dy pjesë, por unë do thoja që jo, nuk e ndan, por e pasqyron atë më së miri. Gjithashtu kemi dhe kalan stoike, por të cilën do ta vizitojmë në fund, sepse një qytet mund të jetë shumë i bukur, por për mendimin tim fshati tregon zemrën e vërtetë të një vendi. Kështu që shkojmë. Ju nga po vini? Qa po bëni me këto? Ne s'përkasim ullind. S'përkasni ullind? Po, s'përkatje dimërore quhet ajo. Është e vërtet që ju keni ullind më të mirë këtej? Më të mirë në Shqipëri? Se ullind e Berati thonë që janë më të mirë. Berati thonë ka qenë shekullor. Ullind e Beratit, edhe i do vendi. I do vendi. Po. Tani këtej thuhet që njerëzit janë shumë i stret këtej nga Berati. Çfarë keni ju që Jo, ka ngelur njerë me në kopo. Ka ngelur? Ka ngelur njerë me në kopo, dhe tani janë shumë mirë së mirë. Janë të mirë, burri jot është mi stret për shembull? Jo, as. E shumë i mirë. Është i mirë, ë? Po ku ka asi ai? As. Po me gjë tjetër për çfarë merrni përveç ullinjve ju këtej njerëzit këtej? Me fik të Roshnik. Po fiku juaj, çfarë ndryshimi ka nga fiku im për shembull ose fik të tjerë? U do të mbjellet quhet fik Roshniks. Po ça, është i mirë, është i zi, është i bardh fiku? I bardh. I bardh? Ky edhe thatë, do të jo edhe thatë, po thatë. Thatë. Edhe tregtohet jashtë. Tani dua të pyes në zonjën se me që po afron viti i ri tani. Çfarë gatimesh bëni ju tradicionalisht? Përsheshin me gjelin. Me gjelin? Po. Përsheshin e bën me kulaç apo me bukmistri? Varet me fjalë, kush e ka sipas familjes, kush e do me kulaç, kush e do me bukmistri, varet tek njeriu. Ti vet? Si e do burri jot? Ne bëjmë në të dyja, edhe me bukmistri, edhe me kulaç. Bëjmë dhe baklavan. Baklavan si e bën? Turke. Turke? Turke. Po pse turke? Po, është me lehtë është me lehtë turkja, kurse shqiptarja është çik me. Është merret shqiptarja. Po, normal. Tani kjo si quhet kjo makina? Ky është traktor, domethënë Traktor, po unë e di më të madh traktorin. ja ka lloj domethënë matë mas kuajnë. Okej. Ridotun këtu? Apo na mban vetëm ti, apo të nga ana andej? Gati, le të nisemi për në Roshnik! Po. Po jeti mbrapshore! Iki para bravo. Para! Para, partizan! Iki për full tani. Xhiron me traktor ma bëre. Tani, me që se po vjen dhe viti i ri, dua të di, a ekziston babagjyshi në Roshnik apo jo? Po, pa tjetër Roshniku mbahet. Roshniku
Po, besoj që këtu babagjyshi nuk vjen me slit, po vjen me traktor. Jo, jo. Babagjyshi ka qenë edhe është në Roshni, ka qenë na jo, të kështu, vjen në çdo kohë. Vjen në çdo kohë, nuk vjen vetëm një herë për Vjen dhe për vitëri, nuk diskutohet për vitëri, është normale, është në për të gjithë në për gjithë vendet. vendet. Por me traktor vjen e konfirmon? Jo, me traktori jo. Me çfarë vjen? Me makinë? Me makinë. Ajde luksos babagjyshi. Një urim të shkurtër për vitin e ri gjithë shqiptarëve. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, kudo që janë. Gëzua Klishinit. Dhe gëzua dhe vitiri për gjithë shqiptarë. Qa? Lek, mbarsi, dashuri. Mbarsi. Leku tani me pun vjen, s'vjen kështu, ne duam me punë, me punë. Qa po bëni, po nxirrni delet? Mirë. Si e? Mirë. Qyshet janë. Mirë, si jeni ju këtej? Kam marrë për herë të parë në Roshnik për të parë vendin. Si është këtej t'jetosh? Këteja? Shumë mirë. Hajde i nxjerrim, bëjmë një xhiro bashkë me delet. Për ditë del me delet ti? Po për dita jam. Qa orë del zakonisht? Tu në orën 10-11. Edhe i kullot. Sa kokë dele ke? 53 kam. 50? Bravo, gjithë ato. Pse shumë jena? Pse, sa, ka dhe më shumë? Këtë 100 kokerat. Sare? 100. 100? Kush ka 100 këtu? Tu s'ka asë një. E, po ti pas ke më shumë nga të gjithë. Ti bë ke lek më shumë nga të Po gjithë. qa leku bëjnë unë amanë. Po për vitria, hani gjeldeti apo dele? Ne kemi, në gjela, shera, dele. A, ke dhe të tjeri në shtëpi? Po, ja. Shet dhe gjeldeti ti? Jo pëshitur jare, po Ai, mbajmë sa për vetë. Sa për vete, a. Si quesh ti njerë? Pre, une. Pa, si quesh ti? Kellë ta, unë me leq. Me leq. Jo, Ka, si? Po i flet gjuhën e deleve? shkojnë që aurit o të. E si ta bëj dhe unë këtë, si thua Po ti? të shënjojnë ato. A, s'mënjoj, nuk e kuptojnë gjuhën time. Jo të keqen jo. Kaj, haj. Për ta bëj një orë të nëtohem. Tap, tap, tap. Prrr, tap. Ba. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ba. Hajde se na ikën, hajde. Po qeni, si quhet qeni? Qo e? Luna. Luna është një gocë? Luna, kam dhe unë një qende shtëpia që quhet Nala. Luna që ka shumë e bukur. Unë mbaj liu kështu se. Po Lunën, fleti me Lunën apo vetëm me delet? Qysh. Po. Si që flet deleve beba, si i flet Lunës ti? I përtasun. Bërtiti njerë? Po ime unë e kam lidhë atë. E ke lidhër? Do të qojt e unë do t'i përtas, do mbaloja. Si bërtet ham Luna? Ham Luna? Kështu. I ka unë, hajt. Faleminderit. Pashim, gëzojnë t'ini mirë. Gëzojmë dhe unë Qo që vitin bëm të mbar, bisedë. e Vitin mirë. bar. Fast and Furious, live nga Roshniku. Mirë, ju va mirë. Mirë të takojmë kështu si që takojnë shqiptarët nga 100 herë. Si quheni ju? Gjëvrije. Gjëvrije si është të zgjohesh çdo mëngjes dhe të shikosh gjithë të panoramë, njërë se unë manita këtu, Roshnik që ka shumë bukur. Shumë bukur është. Kënaqesh ti? Po. Ke ardhur nuse këtu ti apo Po, ke lind? nuse, po. Po nga ke qenë vajzë Lartë nga Tomorri, nga Mali, nga Malitomorit? po, më lartë. Edhe ke zbrit më poshtë. Po. Si është më bukur në mal apo në fush? Edhe në malë dhe në fush. Po një dallim ka. Pse dallimi mirë, do punosh punë, si në malë edhe në fush do punosh, po s'punove s'ka. Qa punë ke punuar ti? Bujqësi, Po bashkëshorti? edhe i bujqësi. Fëmi keni? Po, 3 vajzë dhe një djalë. I paçi me jetë. I keni të Faleminderit. rregulluar, të martuar? Djalin jo, për momentin. Se djalin jo, ky është problemi më i madh i gjithë shqiptarëve. akoma. Djem që nuk gjej nuse. Apo s'do vet ai? Po, do vi momenti. Do vi momenti? Po. Ti ke një nuse ideale në kokën tënde si e do? Ti jetë për Duhet të ketë djalin, punë fshati, a duhet i di punët e fshatit? si të doja jo. Nuk e ke detyrim. Fare. Fare. Ta bën jetën si të duan e ku të duan. Po lind,
Keni mbjell, do i mbjellni tani? Kemi mbjell, kemi mbi 200 rënj, bëjmë vaj. 200 rënj. Kemi shumë vaj për të shitur, kemi shitur e kemi akoma. Tani sa lek merr ti nga këto? Merr shumë lek besoj nga Vaj, vaj? se shes gjithë vajnë me një herë, për shembull, gradualisht. Po me fikun? Me fikun bëra 23 kujtal. 23 kujtar. Të thatë, Të thatë dhe e shite. të dy me bashkëshortin. E po ja pra që po të punosh edhe në fshatja dilet, apo jo? Po, shumë mirë. Jetoni një jetë të mirë, me fiq dhe ullinj. Po, me punë. Me punë. Pensioniste jam. Dhe kjo të jep ka. Po, Po çfarë ndryshimi ka fiku juaj nga fiku im? fikë roshniku. Po pra, po çfarë ndryshimi se thonë që është shumë i mirë ky fiku juaj. Shumë i mirë është jam. Është i bardhë apo i zi? I bardhë. Tani s'ka në një këtë të provoj, ka ikur koha fikut. Priset sillun. Ke? Mos, a e ke të thatë? Po pra. Sa bukur. Do provojmë në fund fikun e famshëm. Sa të rehatshëm këto koltukut. Më duket vite sikur jam tek studio Big Brotherit, tek koltukut e opinionistëve. Dhe opinionista që unë do të kem në krah është ajo, një dhe e vetmja, mbahet për fikun, mbahet për ullirin, zonjë dhe zotri Xhevria. Xhevrie. Gati? Tani, Xhevria. Po. Mund të them me plot gojë që kjo është pala e fikut më e mirë që unë kam ngrënë. Roshnik. Si e përgatisni ju këtë? Se unë po vazhdoj të ha. Neve shkojmë me mbledhim te toka. Po. E këpusim kokra, edhim në shport i themin, si thoni. Po, shport. Po, shport me thupra. E sjellim në shtëpi edhe e çaj me thik kokrën, shikon? Po. E çaj me thikët në gjysëm edhe e le në diell të thahet. Për sa e lini në diell të thahet? Varet sa të thahet, 2 E ditë. shikon me sy? Po, me sy dhe e marr e bëj pal. E pal, e le prap të thahet, pastaj e shkoj. Qa e shkon? Si e shkon? E shpon? E çpo kështu ja, pra. Për ta bërë varg. E shkoj, edhe e vinjosim. Qa është kjo gjë? Hirin e zjarrit e njefti, Po, e njoh. edhe edhim ujë, kullon, e valojmë në zjarr dhe e fusim vark. Ua, po pse e futi këtë Edhe të hiri rri i i zjarrit? but. Për të qëndruar i but. Po, i but edhe nuk zem mikrobe. Nuk zë mikrobe. Po, E pra. pra, se thash unë ç'ne fiku i thartë të rezistent ka gjatë. Nuk zë, se figu po si ndajte, Në kokë, vyshket. po. Tani mua më kanë thënë që njerëzit këtej nga zonat e Beratit janë pak mistreca. Ndoshta, si janë të gjithë mistreca. Burri jot ka qenë një mistrec? Ja, Si ka qenë? shumë i mirë, bashkëshorti i mirë, kaloj mirë, akoma, Akoma? Sa vite keni bashkë? 43 vjetë, Edhe prap kaloni mirë? shumë mirë. Po cili është sekreti se ne të rinjve s'na ecën? Nuk u ecë se kam djalin edhe tim dhe s'u ecën. Po pra, një vit me njëra, një vit me tjetrën. Jo, shumë gabim, Po pse kështu? është gabim. Pse atëherë njerëzit dashuronin dhe qëndronin bashk dhe tani njerëzit e kanë shumë të lehtë të ndahen? Nuk Si e e di, shpjegon nuk ti? e di sekretin. Ja ti vet. Ke pas mos kuptime me burrin, debate? Jo. Si keni Për kaluar? punën, hajde, si ta bëjmë, si është më e mira, nuk pa debat. Pa debate. Nuk keni pas debate? Jo, jo. A në marrëdhënia është ai më i qeti apo ti? Unë jam e qeta. Ti je më e qeta? Ai nis më shumë konfliktet? Jo konflikte, se s'ka Po, konflikte. debatet, Për do me thënë, punën, po, do ta bëjmë kështu, do ta bëjmë kështu, po, në rregull, dakor. Po, ai që kërkon falje i pari ose që afrohet. Unë, Ti? Pra, sekreti është që gra duhet të jenë ato që të ruajnë balancat dhe jo të fusin spicat. jo, Që spicat, burri jo, se shumë gabim, se nuk ecin gjërat. gjërat. pastaj. Po, ti kishe shumë rrezull iri. Ti besoj ke më shumë nga gjithë zona këtu apo ka dhe tjerë? Ja, dhe disi 1 ose 2. Që janë konkurrencë ti me Po, këta. fiqe dhe ullin. Fiqi dhe ullin. E kush ta merr ty apo s'ta merr njërin kthes, ha? Aty. Qazimi më duket. I që qazimi. Apo s'ka qazim këtej. Keni keca këtu dhe dele? Keca dhe dhej.
Do vim të më tregosh pak? Se jam shumë kurios të shoh. Përshëndetje. Një kec i vogël, do e thirrni për vit të ri. A është ky një nga kecat beba? Po. Një nga kecat beba është. Okej. Po këto dhi tani, si quhen? I keni vendosur emra? Kaprolle. Kaprolle është kjo këtu? Po. Po kjo me këtë mjekrën? Rrezhde. Se ka Rrezhde? rrezhde atë ajo. Rrezhde, ç'a është ajo që quhet rrezhde? Diçka që... Pra mund të themi që rrezhdja nuk e ruan. E mban ashtu. Po. Po tjetri? I treti? Ajo është lep. Lep? Po. Ç'ne ky emër lep? Është lep ngjyra. Ngjyra. Kush ka më shumë lajka nga këto të treja? Kaprollja. Kaprollja është më çamarrokja. Po. Kush ha më shumë nga këto të treja? Lepa, se është e re. Është e re. Po. E ka stomakun do më shumë energji. Po. Kush bën më shumë be? Kaprollja. Kaprolla ka më shumë zë, ka më shumë Po. premisa për të bërë Po. një kec beba. Po. Shumë mirë, po duken si vajza të mbara. Shumë të mira janë. Shumë të mira, të falin dashuri. Po. A i përdor babagjyshi këto për të shkuar në slit? Edhe i përdor. Je shumë e mirë. Shumë faleminderit që mi tregove. Hajdeni këtu, hajde se tani e nxorri. Tani e nxorri mishin e tharë. Tani unë se kam kuptuar asnjëherë pse thahet mishi dhe është vërtet i shishëm për të ngrënë apo thahet kot për zbukurim. Jo, është i shishëm për të ngrënë. Doni ta provoni. Kam hall se Kaput e këta. këtë Po, dridher. Shumë bravo. e këputa. Ta provoj? Po, ta Se provoj. mos e lmohem. Jo, që të lmohesh, unë do am të gjithë ti thoj. I shishëm, ka shije komplet ndryshe nga... Po, pra. Ky tani është mish qengji, keci ç'a mish është? Capi. Super. Ja pra që dhe Pasterman e provova për herë të parë në jetë si shumë gjëra që bëj për herë të parë në këtë program. Je shumë e mirë që më dhe palerifikut me vete. Tregove që si quhen njerëzit në Roshnik, roshnikas? Roshnikas. Tregove që je një roshnikase mikpritse. Po tani miku pritet, nuk përzihet. A I thuhet miku tik? Çfarë bën more besnik? Po, pra. Pra, e kam kënduar unë të qenë në klasë parë të festa habetares. Unë do përqafoj, shumë faleminderit që më prite, ju uroj një vit sa më të mbar 2026, edhe gëzuar Krishtlindjet. Rofshi, falenderit. Si është të jetosh në Roshnik? Është hera parë që unë vi, dhe e di që mbani për fikun, janë një zonjë më dha pala fiku, mbani dhe për ullinjt. Është e vërtet? Shumë e vërtet është. Po urdhoni të ulemi atë. Okej, le të ulemi. Gëzuar, tini mirë. Gëzuar dhe ju. Gëzuar. Tani ju shumë gjëra bëni vetë këtu, Rakim, vetë e ke bërë? Vet. Vetë. Unë Ke vërë sa rusha, po ke vetëm aq sa për vete. Unë sa për vete ka. Gjithë jetën tënde ti me çfarë je marr? Unë kone e më pashme kam qenë tregti. Kam punuar në tregti. Më pas? Si të gjithë të tjerët, edhe unë emigracion. Ja, ku ke shkuar? Në Greqi. Në Greqi, çfarë bëre në Greqi, vole Atje? ullin? Më të shumtin e punëve në një fabrik vaj kam punuar. Në fabrik vaj. Po. E si ishte sa vite ndenjën në Greqi? Hajde për jatë. 3-4 vjetë jam shkëputur. Vërtet? Po atje sa ke qëndruar I bie shumë vite? Ati, jo, unë vinja me sezone. Me sezon. Po më mirë në Greqi apo në Roshnik? Shiko, më mirë se në vendin tënë nuk ka nasin tënë. E Më mirë vërtet se kjo? në vendin tënë, po. Ikën kur të duash, vjen kur të duash, bën çfarë të duash. Pa bën lek këtu është çështja, se Ben- a jetohet mirë këtu po punove? Po punoj be. Jeta be. Ti më the që në Greqi e bëje vajtje ardhe sepse kishe gruan këtu dhe fëmijët. Po. Gruaja të ka thënë ndonjëherë po lëre Greqin për mua, hajde këtej. A shua jo mund të thënë 100 herë se kishe edhe shumë prodhim ulliri që ta mblidhe dhe mblidhe sa ishin fëmijët e mblidhe me fëmijët. Pasandaj detyrohesh edhe vetëm, kështu që u detyrova pasandaj. Po xheloze ishte që ti ishe larg? A xheloza ata pyesni ata. Ha? Ke qenë xheloze? Ishim xhelozën. Si ishe? Si ishe? E kishe mendjen te puna? 3 fëmijë. 2 çupa një djalë.
U rritën, u shkolluan, u martuan, ikën njësh në Greqi, 2 janë në Itali. Qupe madhe me gjithë djalin është në Itali. Qupe e vogël është në Greqi. Me ju kush do qëndroj nga fëmijët është çështja? Fëmijët, kush të dojnë e të qëndrojnë. Neve me fëmijët kemi një marrëdhënie të shkëlqyer. Nuk detyroni që të qëndroj me ju, se zakonisht thuhet që qëndroni vogli me të shtëpisë. Mirë, të vogli kemi djalin. Djalin, e pas keni fiks. Fiks atje. Jeni bërë gjyshër? Ne presim të bëjmë. Kemi 21 vjeç që mbetën, po ju s'dukeni fare. Që s'dukemi ne? Po, vitet ikin. Vitet ikin. Dhe 2026 sapo vjen. Cili është një mesazh që ju doni të jepni gjithë shqiptarëve për vitin e 2026, vitin e ri? Secili ka mendjen e vet, po që të punosh në vendin tënd është shkëlqyer fare. Tani gjërat kanë ndryshuar. Rruga është, ujin e kemi, gjërat atje pse mos punosh në vendin tënd? Po të vesh në emigracion. Gëzuar, faleminderit që më mirëpritët. Gëzuar. E t'ini mirë dhe ju qofti viti mbarë dhe për ju e gëzuar atë mirë, atë ini mirë, në do që t'ini. Faridini dhe Mirjeta më dhanë edhe disa pala të tjera fiku, nuk e di çfarë do bëjmë me kaq shumë, po shumë faleminderit. Dhe të bëjmë mirë dhe gëzuar vitin e ri, me gjithë të dashurit edhe mbarë, në do që t'ini mirë. Tani është pjesa e programit ku unë gjej një market dhe shkoj të shoh fletorin e borxheve. Mbrapa meje ndodhet një market, kështu që le të shkojmë. Si jeni? Si kaloni? Kjo është hera e parë që unë vi në Roshnik, unë bëj një program që shkoj në fshatra të ndryshëm të Shqipërisë dhe në çdo fshat gjej një market dhe shkoj aty për të parë fletoren e borxheve. Ju keni një fletor e borxhes? Apo është kjo këtu? Që po ma bën me sy. Vetëm fletoren. Borxhet janë të lara pak. Janë të lara? Janë të lara, ja. Sa ka qenë shuma më e madhe që kanë lënë këtu borxh? Deri 100. 100.000 lek. Po ju, çfarë keni ngarkuar këtu? Asel, Qa është kjo? për të ngrënë lopa. Për të ngrënë lopa. Sa lop keni ju? Një. Me burrin jeni? Me burri. Është tuar dashuria? Jo, tani më keq. Dashuroni më shumë apo? Jo. Më pak, ziheni më shumë. Më shumë thot burri. Ne në jetën tonë nuk kemi zënë kurrë. Vërtet? Jo, asnjëherë. Jo, nuk dua llafe, unë as i qitë. Ti je vetëm me vepra. Jo, unë nuk dua, për shembull, unë nuk e bëj veten time që të më flasi. Sillesh mirë. Jo, se bëj veten time të më flasi. A një gjë që nuk pëlqen ti te burri? Që nuk pëlqen? Jo, mirë kam. Mirë ke, e ke paketë të kompletuar. Në rregull. Për vitri tani çfarë do bësh? Për vitri fëmijët s'vin. Kemi për të patur, do therr një pul edhe një kaposh. Shumë mirë. Do bëj për sheshin, do bëj edhe bakllavan. Po pasi të arri ora 12:00 apo gjumë? Jo, ngrihemi në atë çast se. Po na zuri do ngrihemi se. Do ngriheni. Të shikoni fishek zjarret. A do vi baba gjyshi këtë vit? Po do vi, që do bëj dhe do iki. Unë do vajneroj shumë, nuk po ju mbaj më gjatë, se ju pret lopa për të ngrënë jonxhën. Man, gjitha ato punë kemi. Pafshim vitë mbar. Faleminderit. Pas vizitave në shtëpit e banorëve të Roshnikut, kam ardhur në agroturizmin Alpeta. Më kanë thënë që këto bëjnë lakrorin më të mirë të zonës, kështu që unë sot kam ardhur për ta mësuar ta holl vet dhe ta ha pastaj që pse jo. Ejani. Dhe këtu jam me zonjë Lumturi. Mirë se të gjeta Lumturi. Se erdhe. Mirë se të gjeta tani. Mbrapa këtu kemi Oxhakun, kemi dhe Saçin. Po. Por gjithçka nis me brumin apo jo? Po. Ti sa vite ke që punon këtu? Po bëj gati 30 vjet, po 10 vjetet e fundit ka më shumë vizitor. Ke më shumë vizitor. Dhe kush e di sa lakrora ke bërë ti? A e pëlqen? Plot. Shumë. A lëpin gishtat? Po vendos përparsen. Po. Sepse çdo gjë duhet jetë siç duhet.
Lumturi je gati që ne të lumturojmë njerëz me këtë lakrar? Si fillon puna nga brumi? Tani do do bëjmë petën. Tani do e bëjmë një pet, unë një pet ti? Po shi do ta bëj. Inshallah na del për hajër. Shtrëngoj fort. Të shtrëngoj fort. A ka rëndësi forma? Ka. Se më na del trapez. Jo. Duket po e bëj në formë zemre. Është shumë e vështirë, mua më duket shumë e vështirë. Ti ja ke mësuar, ti ke vajza? Ke vajza? Kam 2 dymi në vajzë. Ja ke mësuar vajzës? Ja kam mësuar. Di ajo të bëj? Di. E ke të martuar apo beqare? Jo, beqare. Beqare. Kur të vejte vjera të di të bëj lakrar. Do dija se Nusja jote, a duhet ta ketë nusja jote kriter, nusja e djalit që të bëj lakrar? po po se diti do ta mësoj unë. Da e mësash. Po. Uroj të mos jetë si unë. Atëherë, fillojmë. Kujtë se tani Tani e bere. më kapi inati mua tani. Let it Në snow, qikniel. let it snow, let it snow. Luma e nuse që do të marrin ty. Absolutisht! Luma e nuse që do më marri mua. Po shiko tani se unë do, nuse duhet të ditë të holli vetë, se do rri unë do të holl direkt. Ja, do të shikoj ty ajo edhe. Direkt më kontakto. Ndërkohë që saçi po ngrohet, unë po marr prushin dhe e vendosim poshtë në mënyrë që të ngrohet edhe pjesa e poshtme e byrekut, edhe pjesa e sipërme. Pasi kemi vendos prushin dhe saçi po ngrohet, është koha që të marrim lakrorin dhe ta vendosim në pozicionin përkatës. A i shikoni këtë drurin? Ky është druri i cili të ndihmon ta kapësh saçin dhe ta çosh në pozicion. A përdoret kjo ana këtej? Andej. Është okej? Po. Super! Sa kohë duhet zakonisht për ta pjekur lakrorin në saç? Saç do 15 minuta. 15? Ka shpejt? Ka shpejt se s'ka, me 2 petesh edhe Me 2 petë është e vërtet. Rikthehemi pas pak kur lakrori të jetë gati. Lakrori ynë sapo përfundoi me sukses. Mos digjem se unë e kam zakon të digjem. Jam shumë krenar për këtë lakror, të cilin e tholla vet bashkë me ndihmën e lumturisë dhe tani do ta ha të gjithin vet. Meqense e tholla vet, e poqa vet, do ta pres dhe vet tani. I nxet direkt nga saçi. Por, është shumë i mirë dhe meritat për këtë nuk më takojnë vetëm mua, po i takojnë dhe lumturisë, e cila e ka qarë brenda lakrat, spinaqin, hitrat, të gjitha. Fantastika. Lakrorin e kisha qarë, ishte mua. Tani ka ardhur koha të shkojmë fiks në zemrën e Beratit, të vizitojmë dhe Kalan gjithashtu dhe pse jo të shpërndajmë disa dashuri me që se është Krishtlindje. Le të shkojmë, kësuar. Si që a thash,
do të shkoj në zemrën e Beratit dhe ndodhem aktualisht në zemrën e Beratit, e cila kush do jetë tjetër përveç se kalas. Kjo kala e cila është një nga fortifikimet më të vjetra në Shqipëri, është 187 metra mbi nivelin e detit, thuhet që ka 24 kulla, të cilat ende sot ruhen, edhe pse disa prej tyre janë integruar si pjesë e mureve rrethuese. Duket sikur në këtë kala koha ka ndalur, çdo gjë është siç ka qenë, ama jeta vazhdon edhe sot. Tashmë ndodhem në një tabe, do thoni ju çfarë është tabja, është një platformë mbrojtëse ku në atë kohë, në kohën e Perandorisë Osmane, përdorej për vëzhgimin e luginës së lumit Osum, gjithashtu dhe për sulme me topa, me gjyre, bau. Thuhet që kalaja ka 3 tabe dhe kjo është një ndër tabet kryesore ku duket i gjithë qyteti dhe qendra e Beratit. Pikërisht e shihni atje do vetëm unë pas pak. Gati, kapitena, janë të gjithë on board? Si mungon Kitsi, babe? Po thuj pra, atyre të gocit marrim një nga ato të zëvendësoj. Okej, janë gjithë on board? Jemi gati, sepse sonte është Krishtlindja dhe jemi gati për të nisur slitën tonë. Ho! Gëzuar Krishtlindje, cili është një urim që do jepni gjithë shqiptarëve? Të kesh shëndetin, të kenë dashuri. Ju jeni me bashkëshortin? Me bashkëshort, me ke do je, me botën. Ju keni ende dashuri edhe pas kaq shumë vitesh? 40 vjet bashk. 40 vjet bashkë dhe vazhdoni ende të jeni të dashuruar. Të dashuruar, ashush. Tani, Beratit tonë që janë mistreca, joti është mistrec? Jo s'është. Ne Beratit jemi më të emën të Republikën e Shqipërisë. Më të ëmblit. Në qoftë se ti vjen në shtëpinë time, ti do ndihesh njësoj si kur jetë e mamaja jote dhe te Me babai. vërtet mos të kisha ardhur më parë, pse lash për darkë. Zonja, gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri. Gëzuar. Çfarë është një urim që do jepni të gjithëve? My best, you're the boot camp. We're the come? My best, My best? you're You're? boot camp. Bootcamp. Okay? Çfarë do të thënë kjo? Ata që din anglisht e ta kuptojnë. Si anglisht për Hajdeni në vitin tim më të mirë, hajdeni tek trajnimet e mia. Gëzuar 2006-ën, edhe 27-ën. Edhe 27-ën, pra me ofertë 2 vite. Ofertë 2 vite. Bravo. Qa urimi do t'i japësh të shqiptarëve? Qa të thema, po atë gëzori, festat edhe tikin që këtu. Pse? Ke që do, po ja vjetë tu me ty. Me rjetu? Qa problemi ka mund? Qa, thotë rjetu me ju, Po pse, qa problemi ka mund, re? Po. Unë jam ala me të shuni, re. Pa të tjerë në i ke, Po që mund ka mund me tjerë, të re? Po a dilni bashkë ju. Po nuk dalim gjithmonë bashkë, në re. Do pish në i gje. Qa do m'japësh? Qa të duesh? Ore shqiptarëve është Krishtlindje sonte, qa do japësh? Po, ju uroj Krishtlindjet edhe t'ja uroj një vit sa më i bukur dhe më i mirë. Sa më shumë dashuri? Ti po. ke dashuri në zemrën Ka tënde? me ja, mos kisha dashuri s'vjet u takoj aty. Bravo. Po vajzat ata kanë marrë zemrën? A ma, Njëra apo disa? ka plot. Ka plot, ka vend për të tërë. I shoh rakide, pi bashkë i shoh. Hajde, ku je? Për ty kam gotë speciale nga Amsterdami. Ua, sa e bukur, fiks për mua. Bushe, qa është kjo? Rakide kandel. Pa. Ai e tosi. Gëzuar, qa urimi do japësh para se ta pish? Qa dhe apin gëzuar festat të shqiptarët. Isha nga gjeme le ky vit i ri. Po nuse? Da se shpejt për nuse. Gëzuar! Sonte është Krishtlindje dhe ndoshta jo të gjithë e ndjejmë njësoj. Disa janë pranë familjes, disa larg, disa me një mungesë që nuk mbushet dot as me dhurata. Krishtlindja nuk është thjesht një fest, është një dritë e vogël që ndizet brenda nesh. Është një kujtim, një falje, një përqafim që nuk e kemi dhënë ende, një të dua që nuk ja kemi thënë akoma dikujt.
është ajo heshtja e bukur që të fton të ndalesh për një çast dhe të pyesësh veten, a isha mjaftueshëm i mirë këtë vit? Sonte, le ta shpërndajmë dashurinë pa kursim. Një fjalë të mirë për dikë që se pret. Një mesazh për dikë që e kemi harruar t'ja themi sa të rëndësishëm janë për ne. Sepse ndonjëherë mrekullia e Krishtlindjes nuk është ajo që marrim, por ajo që japim. Një cop nga koha jon, një grimc nga zemra jon. Le të jemi më të butë me njëri tjetrin, më pak gjykues, më shumë njerëzor. Sepse secili mund t'je duke kaluar diçka që nuk duket nga jashtë. Dhe kur kjo ditë të mbaroj, le të mos mbaroj edhe drita. Le të marrim me vete në ditët në vijim, në fjalët tona, në veprimet tona, në mënyrën si duam. Le të dhurojmë dashuri sa do pak. Sot, nesër, sepse kur gjithçka mungon, dashuria mjafton. Gëzuar Krishtlindjet nga unë. Dhe mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Pafshim. Ándale.